Top Albania Radio, she's on air. Përshëndetje, dëgjues. Çfarë keni që nuk më bashkohen? Ku të bashkohen më shumë? Ne sapo kemi startuar emisionin tuaj të preferuar Shizoner. Kjo është Entja Gocave. Ju thash që Entja do vi më shpejt nga që mendoni ju. Jemi në valët 100 FM të Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Sot mes vajzave kemi të ftuar dhe një moderatore tjetër, Pamela Shezi. Mirë se erdhe mes nesh. Mirë se ju gjeta. E para jeni shumë të bukura live, edhe më shumë se në ekran. Jeni yje dhe faleminderit për ftesën. Do flasim gjëra të bukura sot. Do ta startojmë në fakt të pjesë të parë bashkë me Pamelën këtu në panelin ton, duke diskutuar këto thashë themet që ne kemi shumë qejf. Ka prej ditësh që qarkullon në përjet një ndarje çifti i cili ne nuk prisnim që të ndodhte kaq shpejt. Jo, po se na gjykuan neve se folën për çiftin. Jo, po pse ju negative, xheloze. Plot. Por Mateo dhe Brikena kanë një krisje. Po a quhet krisje kur hiqesh nga rrjetet sociale? Po le ta quajmë krisje, shiko, është bërë mod sot që të hiqen nga Instagrami çiftet, ë? E konfirmon dhe Pamela. Po, mund ta bëjnë dhe për çështje fame në idenë që të përflitet gjithkohës. Unë personalisht nuk e bëj se unë po të hoqja nga followersat kam hequr në story. Domethënë unë të heq nga jeta, pastaj të heq nga followers. Bravo, kjo është ideja. Në syrin tim tas kanë qenë asnjëherë çift, me thënë drejtën, po e kanë luajtur shumë bukur këtë tërhiqje mos e kput. Herë janë bashkë, herë kanë një unaz, herë nuk kanë. Po unë nuk i kam parë kurrë çift të mirë fillt bashkë. Mirë, unë për çift mendoj në fakt që ata kanë qenë, të paktën ato 3 muaj që kanë shpenzuar aty brenda, zgjati aq sa zgjati, shkoi si u shkoi. Shiko, aty brenda është një botë shumë e vogël. Është 3 muaj nuk i themi dot se nëse mbaj mend 1 muaj kishim prime pafund Mateon që i thonte Brikenës të lutem me njohja. Po i ka vërtet njohja. Po mirë, atje brenda ishte një botë shumë e vogël, pra shumë pak gjëra mund të ndikonin, ndërsa këtu jashtë ndoshta ndikimet janë më të mëdha. Ndoshta mund të kemi vërtet një ndarje, mund të kemi ndonjë ndikim. Çdo kurt i duhet mendoj pas një eksperiencë të tillë. Ne them që neve absolutisht nuk është na bëhet çefi kur ka ndarje të tilla. Patjetër. Jemi sakatuar në rrjetet sociale, pse ju kështu, pse ju ashtu. Ne nuk duam ndarje, ne jemi gjithmonë pro dashurisë. Por duam dashuri të vërtetë. Atë do thoja, ma morë nga goja. Në fakt dashuria vërtet në Big gjithmonë ka funksionuar dhe jashtë. Madje unë me shaka ndonjëherë me shoqërinë them duhet hysh në Big që gjesh partner. Në atë idenë që kanë parë shumë goca që kanë hyrë në reality dhe kanë gjetë dhe partnerin e jetës, por gjithmonë ka qenë një gjë jo për lojë. Pra ka qenë ndjenja dhe është dukur dhe publiku e ka pasur nga ato çifte që si kemi besuar, se unë personalisht kam besuar të Brikena dhe Mateo. Edhe prandaj nuk e di tani çfarë të them, por mund të rezultonte edhe ndryshe që këto të vazhdonin. Duke qenë se kanë hequr njërin tjetrin. Nëse Brikena dhe Mateo vazhdojnë dhe duhen, ne urojmë që ata të ribashkohen. Po goca kam një hipotezë. Ka dashur gjithmonë shumë. Kam një ndoshta pa le. Duke parë se Mateo është bërë pjesë e jurisë së Shizon Top, kohët e fundit. Ka flasur konkurrenca thuati? Ka nisur xhelozia. Mos është ndoshta pak xheloze. Si mendoni? Xheloze Brikena apo janë pjesë, mund të jetë pjesë. Po xheloze Brikena them unë se aty është një emision vajzash. Kështu që mund ta bëjmë pak Top Arena në fakt është emision djemsh. Atje janë të dy së bashku. Shiko, patjetër që ne kemi plot femra që e pëlqejnë sportin, po që në shoqërinë tonë pruren që atë Top Arenën të ndiqet pak më shumë nga gjinia maskullore. Patjetër, normale. Është vërtet, por nga ana tjetër nëse ky çift i Big Brotherit të këtij viti ka një krisje, një tjetër çift që prap publiku ka pasur pikpyetjet e veta, duket se i ka mbijetuar deri më tani kohës, është ai Selin dhe Gimbo, i cili po sjellin një projekt. Punim së bashku. Këta po më japin energji shumë të mirë dhe pozitive. Këta ma përcjellin energjinë që janë një çift, shkojnë shumë mirë bashkë, janë të lezetshëm. Unë që kam qenë dhe brenda shtëpisë, në fakt e kam ndier diferencën midis çiftit të Brikenës dhe Mateos dhe Selin dhe Gimbo. Një gjë që u krijua ndoshta edhe pak më shpejt, se nëse Brikena dhe Mateo morën më shumë kohë për tu bërë çifti i konsoliduar. Kemi çiftin e Selin dhe Gimbo që e gjithë konsolidimi i marrëdhënies ndodhi shumë më shpejt, por në fakt tregoj që koha nuk është asnjëherë kriteri domosdoshëm për një marrëdhënie të suksesshme, edhe kjo vazhdoi, ka marrëdhënie vazhdoi për te çdo pargjykimi apo kur ke ato ndjenjat e vërteta, nuk të lë më shpirti që ti të harxhosh kohë duke kaluar. Ndodh ajo më njëherë ku ke ato ditë. Big Brotherit ke dëshirë. Konfirmoj. Ta zgjasësh pak më shumë dashurinë që të qëndrosh pak më gjatë në shtëpi. E vërtet.
Por me që kaluam edhe tek me që sa e prekëm, që prekena do jetë pjesë e Top Arenës, shpejt i fillon botrori dhe unë nuk e di sa nga vajzat tona mund të jenë të emocionuar që botrori është kaq afër. A jeti Nikol një vajzë që e shikon futbollin? Botërorin në fakt patjetër, futbollin ndoshta tani duhet i futem pak më shumë, por në tërësi botërorin gjithmonë e kam ndjekur qoftë edhe me babin, kështu që duhet bëhet bashkë edhe të komentojmë fuqishëm. Me kë është në këtë kampionat Nikol? Po unë po e nis me Gjermanin, po Ashtu. shohim rrugën si na shkon. Shiko, keni kryesuar mirë ju, ç'është vërteta. Mirë e ke këtë zgjedhje. Po, po shkojmë se. Mua më kujtohet ai botrori, se viti fundit para 8 vitesh tashmë që ka qenë ver. Dhe vitin që 4 vite më parë ka qenë dimër dhe unë mërzita shumë sepse gjithmonë botrorin e kam Shijon ndryshe kur është verë. E kam lidhur me verën, me një kohë festive, ngrohtë, tifoz dhe gjitha dhe jam shumë e lumtur dhe mezi po pres të startoj sepse e di që do ta shijojmë shumë këtë verë. Po Pamela, gati. është nga ato personazhe që e ndjek futbollin? Jo, me thënë drejtën, jo. Na ndërpreu. S'keni futbollistë që të pëlqen mi? Se hajde ndjek dhe për ne futbollist pak. Po pra, nuk e kam në një kështu tipik, madje, domethënë, i kam ndjek ndonjëherë këto ndeshjet. Unë jam tip që bëj tifozlik në idenë që nëse e shoh një ndeshje do pozicionohem me një skuadër dhe do bëj. Domethënë tifozem, por nuk është fusha ime me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po më pyeste dhe për Silvinion, edhe domethënë unë thjesht po pyetja që nëse është i martuar të gjejmë një grua në Shqipëri, domethënë atë idenë më shumë roz se sa fix Okej, po sporti në përgjithësi apo thjesht futbolli? Jo, sporti. Aktivitete sportive, domethënë. Pëlqen, unë për vete i bëj, domethënë mundohem, jam person aktiv, por që te futbolli më shumë e ndisha kur kam qenë e vogël. E kuptoj. Domethënë gëzonim gjithë, po tani dhe angazhimet dhe jeta dhe sikur s'kemi atë kohën që të merremi. Megjithatë, përveç fatit që të madh që kemi për të shijuar botrorin këtë verë, në 11 korrik ne do të shijojmë koncertin fantastik nga Kanye West dhe të gjithë ju mund të rëmbeni biletat tuaja për ta parë nga afër këtë eksperiencë që ndodh një herë, besoj, vetëm një herë. Është vetëm një natë dhe duhet patjetër të siguroni për të qenë atje. E vërtet, por ju duhet të mbani mend shumë mirë se ku mund të rëmbeni biletat tuaja, ju mund t'i gjeni ato online, unë do t'ja u them siç shkruhet që ta keni shumë kollaj www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Jeni shumë pranë, vetëm bileta ju mungon. Unë dola nga kjo studio dhe do marr bileta direkte, është nuk mundem domethënë ta humb këtë eksperiencë e cila po vjen në Shqipëri dhe më bëhet qefi që Shqipëria bëhet një destinacion për këta këngëtarë të mëdhenj. Dhe gjithë kjo performancë e madhe do të ndodhi në Eagle Stadium, një arenë gjigante e krijuar posaçërisht për këtë event. Kemi ndjekur evente pafund, po besoj se ky do jetë një nga ato evente që do hy vërtet në histori. Kështu që nuk duhet humbur. Ai që merrni biletat tuaja. Merrni biletat tuaja dhe duhet të shkoni se s'bën. Madje një nga vajzat që kishte qenë te Kajni tani që kishte postuar në Instagram, kishte thënë që u shërova dhe një diçka brenda me, kështu që do jetë dhe një eksperiencë spirituale mendoj, jo thjesht një koncert, duke qenë se Kajni ka tekste shumë motivuese dhe shumë të bukura. Me vërtet. E ndan atë perspektivën e jetës. Kemi ndonjë thashë them tjetër? Dini në një llaf tjetër që ka qarkulluar? Dua Lipa është martuar për shembull. Është vërtet. Ishte një, domethënë më ka pëlqyer shumë dhe e di çfarë më ka pëlqyer më shumë dhe përveç veshjes e gjitha këtyre, por mendoj se ne vajza, domethënë përveç asaj dëshirës së madhe të fustaneve të mëdha të gjitha, dua më kujtoj diçka që është më e rëndësishme ajo data ku ti firmos që ti je martuar dhe e celebruar me dikë të gjitha dhe besoj se ajo është ajo që duhet mbajtur mend, ai momenti që ti del dhe ti je pak e veshur e kuruar, ndërsa pastaj pjesa tjetër e të ftuarve shumë, një fustani të madh, argjimeve të mëdha, mendoj se kemi ardhur në kohën që ka filluar të bjerë pak kjo dëshira. Dëgjova ca tash e them faktikisht që do ketë edhe një këngëtar shqiptar në dasmën e saj, nuk e di sa e vërtet është, po më kanë thënë që do jetë një këngëtar i muzikës popullore. Pse jo? Në fund të drejtë. Tradita. Me sa kam dëgjuar Sinan Vllazaliu, po nuk e di të sigurt. Po që do jetë diçka fantastike se Dua Lipa
update. Shpresoj të na mbaj të updateuar. Dhe ndasëm tjetër në qarkullim? Stelina? Do njëra që ka kaluar kështu poshundës? Vera ka filluar. Ja, të presim. Deri nga fundi ngushtit. Pamela, ti ke dëgjuar ndonjë nga këto? Për dasma, po këto i mbajnë dhe të fsheta me shpirt vetëm kur i shikon që martohet robi herë do të madhe. Ose kur shikon bebi, nuk e di çka ka dalë kjo tani, vetëm kur shikon ndonjë vajzë me një bark, edhe thotë waiting for my baby. Për një sekondë kur ishte kur doli. U vazhdoi episodi. Jo, edhe pastaj fillon të tregojnë dalë në permision e thonë e kam njoftu, po mirë më na bëj live atë. Ka 2 anë kjo, ka dhe nga ata që thon po s'ka nevojë ti tregosh gjitha në rrjetet sociale, kështu që nuk di se si. Tu është keq ti tregosh, e keq mos ti tregosh. Më vjen keq u ndërpres nga dasma tash se Vera është shumë e gjatë dhe ne do kemi kohë mjaftueshëm të diskutojmë ato, po në fakt ne kemi Pamelën sot që na flasi për summer party, sepse Vera sapo ka filluar siç e thash dhe partyt janë pjesë e saj. Është vërtet. Por këtë pjesën e Summer Party me Pamelën do ta flasim në pjesën e dytë, sepse pjesa e parë përfundoi, por ju dëgjues të dashur na ndiqni se ne do rikthehemi sërish në valët 100 FM me Pamela. Jemi rikthyer në She's On Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Jam këtu me Pamelën. Pamela. Tani shumë shpejt nis Summer Party, siç e përmendëm dhe në pjesën e parë, si ndihesh një herë? Shumë mirë. Është një emision që do energji, po dhe nëse nuk e ke, nuk e di ka një magji që të vjen energjia. Gjen vetiu. Po, është sezoni i 4 faktikisht që un po e bëj Summer Party-n dhe ka qenë një gjë shumë e suksesshme, interesante, po dhe shumë dinamike, sepse është e lidhur direkt me njerëzit. Domethënë unë adhuroj punën në terren, kam bërë dhe studion, po si terreni unë personalisht nuk e di e gjej shumë veten, sepse është direkt me njerëzit, me vibe-in, me energjinë, edhe më kënaq dhe më zhvillon edhe mbi të gjitha dhe për njerëzit. Është një rubrik fix verore që ta shohin, të qeshin, të argëtojnë, por edhe mund të gjende dashurinë aty te programi, sepse shumë herë nëpër party kur kam qenë prezente, kam bërë të mundur që ti prezantoj. Kjo është shumë gjë e bukur. Ti prezantoj edhe herë janë filmuar, herë jo. Na thuaj ku do jesh. Do të lajmërojmë për çdo gjë. Po për publikun në fakt që besoj që është i pakës që nuk e njeh Summer Party patjetër, si do na shpjegojë me pak fjalë, domethënë cili është koncepti i Summer Party? Si fillim Summer Party fillon transmetimin këtë të diel në 7 qershor tek e diel Top Channel, është transmetuar gjithmonë tek e diel. Ka në fokus verën, festat, flirtet edhe jetën e natës. Pra çfarë ndodh në jetën e natës në Shqipëri, si organizohet një mbrëmje për një person për shembull që s'ka qenë kurrë ose që jeton jashtë ose thjesht nuk e di fiks çfarë ndodh tek X lokal, ne shkojmë dhe japim të gjithë atmosferën, çfarë ndodh, klientela, koktejlet, gjërat interesante që ndodhin. Pra është shumë live si gjë. Po, sigurt kishin qenë aty. Po, sigurt kishin qenë aty sepse dhe vetë emisioni është shumë i shpejtë dhe ti thjesht je në kontakt me njerëzit duke i pyet për çdo gjë që mund t'i pyesësh, domethënë. Na trego pak kur nis zyrtarisht transmetimi dhe çfarë do presim ne nga episodi i parë. Po, zyrtarisht nis në 7 qershor tek e diel Top Channel, tani këtë të diel dhe do jemi qershor korrik çdo të diel me Summer Party. Këtë sezon këtë emision që ishte tani që u xhirua, që del të dielën, është një thashë them shumë interesant për një nga ish banorët e përputhen që e kapa diku mat aty edhe zbulova që është akoma i dashuruar me vajzën që mediatikisht janë ndar. Dhe ditën e diel Një sekondë se ma bëre si fjalë kryq. Ne njohim besoj. A njohim shumë mirë besoj. Ka qenë këtu. Duhet ke qenë. I këtij sezoni, po. Mos e parë që im dritin me? Atëherë ideja është që nuk më dha informacione për flirte verore normale dhe unë i hodha i thash ti i dashuruar me ishin. Tha nuk ta them dot e tjerë, pra mendoj që ishte i dashuruar, por dhe për vajzën do ngelet sekret ditën e diel, do ta shohë edhe vetë ajo. Vajzat e përputhen të futen. Tani ka një problem shumë të madh se kur flasim për ishin e Indritit, unë mbaj mend që kemi kaluar një sezon të tërë në përputhen që flisnin për ishin që ka bërë. Jo. Jo ishin Indriti. Okej. Po dhe nuk e do të nuk e kam
informuar, është një djalë i cili është akoma i dashuar me një vajzë, po është ekskluzive, kështu që del të dielën, të gjitha goca që mendojnë që i do ndonjëri televizorin të diella. Interesant, dhe jemi të gjithë sy e vesh pra nga summer party. A ka pasur ndonjë situatë gazmore? Pa fund. Është komplet gjë gazmore, po unë do ju tregoj një situatë jo dhe as gazmore, po aktuale, si më thënë. Se mund ta fusim në notat e gazmores. Isha në jug, po xhiroja edhe ishte një çunë edhe 3 vajza në një tavolinë po kërcene. Tani ky çuni kishte pirë pak kam përshtypjen sepse kur u afrova për xhiruar, ndoshta se kuptoi fare që kjo gjëja do transmetoj dhe filloi duke thënë që këtë gocën e kam për zemër, e kam për shpirt dhe filloi duke bërë ca deklarata për këtë gocën, edhe kjo vajze nuk foli fare se ndoshta nuk ishte aq e pirë dhe kuptoi që kjo gjë është televizive. Edhe thashun, "No, sa bukur, sa të dashuruar", dhe më bëj qefi. Pastaj si duket vajza i ka thënë që shiko, është për transmetim, e ka informuar djalin edhe më tha mua, tha goca më fal, ta lutem, na do ta prisësh atë që ndodhi. Shumë pse, po jo dhe se puna është se unë tha, në fakt e kam të dashur, tha, po kam dhe një grup të shtëpia. Pse e prisja këtë përfundim? Të poshtër! Tash unë nuk do ta bëj. O të poshtër, unë do doja update nga kjo situatë. Tash normalisht duke qenë se unë se mos mendoj njerëzit që i nxjerr bllok mund të dilni, transmetohet çdo gjë që është e lejueshme nga njerëzit. Dini me dashnore, s'ka problem. Ndodhi kjo si situatë, por edhe shumë herë domethënë nga Pamela. Do ju them pas. Ndodh shumë herë që thon në formë shakaje, domethënë që kam dal, nuk di gjë nusja që kam dal, ose shumë herë vin çuna dhe më thon dëgjoj, unë jam i kërkuar. Mos më nxirr. I kërkuar nga kush, nga çfarë? Si? Të kërkoj shumë vajza në të njëjtën kohë. Dhe ti nuk e di ku do jesh. Ka thënë që isha atje, por si e ka hallë. Jam i kërkuar. Po që ka shumë situata gazmore, fan të bukura, komplimente, flirte, domethënë. Është gjë shumë cute, mua më pëlqen, ja ka marr dorën tani, e bëni me shumë dashuri. Nëse Në fakt, nga projektet e tjera që ti ke ndërmarr në vitet e fundit. Është projekti më i bukur sepse unë e gjej shumë veten. Unë jam tip shumë fan i allegro, nuk jam tip me kornizë në atë ide në rrin studio thuaj diçka që duhet të limitohesh. Jo. Edhe nga që e kam gjetur veten dhe unë mendoj që do vazhdoj të bëj projekte të terren me njerëz se aty e kam, si të themi, maksimumin tim. Unë kam eksploruar dhe studion, po duke eksploruar njeriu e gjen pak a shumë vendet se ku është dhe unë jam më shumë te këto reality, te këto gjërat interesante. Jam kurioze unë, sepse duke qenë se e njoh shumë mirë gjithashtu punën në terren, për kaq pak kohë sa më është dhënë mundësia të punoj, e di shumë mirë që terreni sa i bukur është edhe shumë i vështirë se ka sfida nga më të ndryshme duke qenë se ti përballet gjithmonë me të papritura. A ke ti një moment që mund ta veçosh nga të gjithë sezonet që ti ke punuar deri tani që të ka dalë një e papritur nga e cila realisht e mban mend dhe thua do ta mbaj mend gjithmonë. Po, ka qenë një rast që po xhironim në jug edhe nuk po na punonte mikrofoni. Edhe ku kam keq domethënë me çfarë do xhirosh, nëse nuk të punon mikrofoni. Edhe festa vazhdonte, unë nuk po xhiroja dot asgjë nga festa, një stres i tmerrshëm. Nëse deri më në fund rregulluam diçka me operatorin, diçka domethënë që mund të regjistroj, po nuk isha ajo bazikja. Edhe u bë emisioni për 10 minutat e fundit ku po mbaronte festa. Domethënë ishte kështu, në një zonë, pyetëm gjithë kapën pa, u bë një gjë shumë e shpejt, edhe isha shumë në stres, po do të që ai doli një nga emisionet më të bukura. Do të bëj prita, isha shumë në stres, po nga që duhej për 10 minuta ti kapi gjitha lajmet, ti bëj gjitha gjërat dhe unë isha kështu se unë jam pak person që punoj under pressure. Unë çdo gjë e bëj kështu kur jam presion, nuk punoj dot të organizoj tani me vite para. Me rregull. Edhe nga që kisha vetëm 10 minuta dhe isha shumë under pressure, dashdu maksimumin dhe u bëj gjë shumë e bukur, shumë virale. Pamela, që nga kjo situatë, gjithmonë merr një mikrofon me vetë rezervë. Gjithmonë jam shumë e sigurt. Unë e konfirmoj. Na ndodh edhe neve kjo gjë. Ne lëvizim gjithmonë me 2 mikrofona me vetë. Kemi mikrofonave. Ose kush ka mikrofonin? Në qoftë se do ta summer party-n do ta krahasoj me një emoji. Kush do ishte ai? Do ishin disa emoji, do ishte një 2.0 zjarr.
do ishte një zjarr për gjën e verës që ka gjithmonë në zjarr aty ndodhin gjëra të ndryshme, edhe do ishte një e qeshur sepse ka shumë të qeshura. Është ai emoji duke kërcyer? Edhe duke kërcyer se parti. Edhe ai burri kështu, edhe ajo me fustanin. Qa presim më nga parti. Por që në Shqipëri në fakt është e bukur, po është edhe vështirë ta bësh emision të tillë sepse jo të gjithë kanë atë dëshirën për të dalë në ekran, kanë akoma frikë nga ekrani dhe unë bëj gjithmonë batuta them do ta keni kujtim kur të flakeni. Rini 3 minuta, mua personalisht më duket diçka shumë e këndshme dhe unë them po për një mini intervistë. Më ke rastisur ndonjëherë të duash. Familja që nga përqyruar durati, nxjerr kanë përqyruar. Ai dalë. Ne që na ke tonët, na i thuar paraprakisht ku do jesh që ta dim të ruaj. Jo, unë video kapa aty direkt. Madje kur po xhiroja vjet kam xhiruar në shumë vende dhe dola një natë për shefin tim pa mikrofon pa gjë. Dhe gati një 3-4 persona të stafit. Pamela, ku e ke mikrofonin? Jo, pse gare pa mikrofon? Se unë isha kjo goca që isha me mikrofon që kam dalë për qef. Ka mundësi sot ta shijoj dhe unë jetën. Më vjen shumë keq që u prish atmosferën, por të gjitha këto prapa skenat e Summer Party do t'i mësoni në pjesën tjetër dhe vazhdoni që ndroni me ne. Kalojmë një hapësirë publicitare. Rikthehemi të dashur miq këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 digital. Ne rikthehemi në këtë pjesë të tretë me panelin me Pamelën tonë të dashur, të më falësh nga gjë shpirt. Ja që po shifeshim shu dhe parti. Po pra, ishte një lloj momenti flirti. Një flirt radio televiziv. Dhe është ajo qetësia që ka Nikol, më kupton edhe ti e. Duke të shuar Po shijoja isha pozicionuar shumë. Çfarë ndodh këtu? Ka qenë të kështu dhe bëjmë zing, do të bëjmë zing, ka një zing. Se flasim. Po. Sa Summer Party e kemi Pamelën e vetë si person, në fakt? Tani të karakterizon të kjo si gjë? Unë kam qenë Summer Party, po nuk jam aq shumë. Të bëri mosha dhe ty. Do me thënë, po. Ule me shpisho me tiks. Atëherë, normalisht kjo pjesa partyve, unë jam distancuar pak nga pjesa e klubeve, do më thëmë përveç pjesës që më pëlqen shumë emisioni dhe gjitha dhe e bëjmë më shumë dashuri. Pjesa unë si Pamel nuk më tërheq, do më thënë më, sepse e kam bërë si gjë pa fund, kemi dalë, kemi shijuar, dhe tani ndosha ose ndonjë dinner party ose ndonjë party ditën, drek. Po në darkë me këtë vapë gotë në drejtë. Jo në Tiranë. Gjosa e goca diti zgjedhi lokacionet perfekte, e ka brez Shqipërinë ajo, e di mirë ku ta konsumoj drekën. Ti je nga ato vajzat që e organizon festën apo vjen e fundit dhe merr vëmendjen? Zakonisht Summer Party në organizoj për njerë. Lodhe bëhem. Na tregon për te Summer Party. Për te Summer Party jam person që jam shpirti festës, do më thënë nëse shkoj mundohem të argëtohem maksimum të kërcej, nuk kam komplekse, edhe ti marrë dhe tjerët që të argëtohen. Do më thënë, unë mendoj që të jetosh në moment edhe ta shijosh është një nga gjërat më të bukura që ne mund të bëjmë. Edhe në një farë mesazhi Summer Party ka këtë që ta shohim të party, ta shohim të momentin sepse ti asnjëherë nuk e di se çfarë do ndodhi, kështu që le të japësh maksimumin dhe kur i shoh ndonjëherë njerëzit edhe nëpër emisione që janë si të mërzitur në një party dhe po shijoje nëse në fund të ditës je mirë, je gjallë, je i bukur, je në këtë festë, je e bukur. Do të gëzoni gjëra sepse nuk të vjen më që të jep jeta. Aq sa ti ke mentalisht. Na tregon pak tani aventurën më të çmendur që ti ke bërë në verë. Aventurën më të çmendur. Unë kam dhe një kështu, nuk jam shumë tip aventuriar, nuk e di, dukam, njerëzit mendojnë që unë bëj shumë çmendurira, të ku ta diun se çfarë më thonë, që ua pami ti. Po unë çmendurira, nuk e di tani udhëtime, gjëra, çka kam bër. Apo, kemi qenë një herë, atëherë, kemi qenë në, ta them lokacionin se s'ka lidhje, kemi qenë në Mallorca në Spanjë. Edhe do shkonim në një nga këto xhiret më të bukura që realisht është xhiri më i bukur që unë kam parë në jetë. Edhe shkuam dhe ku shkuam ishte okay me ku diun me traget, me këto gjëra që shkohet. Kishim marrë një guid. Edhe mbasi vizituam këtë xhirin, kthimi ishte me autobus dhe autobusi kalonte në një mali, po jo mali. Do të thënë ishte nuk e di dhe sot ka qenë gjëja më e tmeshme që kam përjetuar sepse ishte ngushta fare dhe poshtë autobusi shumë i madh edhe je komplet humner, kështu që
Nuk gjen më njëri. Edhe gjithë autobusi ishte me gjerman, jo edhe kur e bënte kthesën ai ndalonte, nuk e di po më jep akoma siklet kur e mendoj. Ka qenë një tmerr dhe normalisht ato ishin turista gjerman nga këto, rus, ku ta di nga këto që janë shumë të ftohtë. Edhe ato donin të dëgjonin Guidon, e gjithë ato kaos, ato donin të dëgjonin Guidon, do që është goxha. Edhe ndodhi një situatë. Can you stop? Më vërtet mua një burr aty. Se unë vetëm tha, "What? Si është kjo? Nuk mund." Po që gjithsesi, domethënë nuk jam tip, kjo ka qenë eksperjenca më shumë e bukur, po nuk do ta bëja kurrë. Ka qenë vërtet e vështirë. Kur po ma tregoje historinë, tash ai gjiri është shumë i bukur dhe pastaj ne duhet të ktheheshim me notë. Pamela, një vajzë që i tregon shqiptarëve për Summer Imperfect, për te Summer Party, kush është vera ideale për ty? Si mund të jetë një verë për ty? Vera ideale për mua është në për vende jo shumë të eksploruara. Domethënë unë nuk jam edhe tipi vajzës që rri me make-up edhe shtrihem në plazh kam të figurën. Jo, unë jam shumë simple, nuk dua të bëj make-up kur shkoj në plazh, futem me kokë, lahem. Domethënë është diçka që nuk jam ajo që rri kështu. Ka filluar të më pëlqejë më shumë qetësia te ndonjë gjir. Edhe thash pastaj vetëm te pjesa e partive që mund të bëhen ditën që festojmë dhe kërcejmë. Do ta lije detin në periudhën e verës të kaloje pushime në mal? Jo. Vera e Pamelës gjithmonë në det. Po gjithmonë në det. Ma nuk jam person mali, mund të shkoj një herë në kam shumë pas shkuar në mal. Pak tani që mendoj do më merrni të Një ftesë malin tjetër jam me ju të ngrim në mal se. Ngela në det. Urrejgje në det, urrejgje. Po pra, edhe gjithë më thon kështu më komentojnë, më thonë, "No Pamela, që kam edhe punën dhe nuk është se bëj ai shumë plazh sa duket, se kur je me xhirim ti ndoshta dhe je duke mos ma thuaj se të kuptoj." Pikërisht. Çfarë është diçka që nuk mungon kurrë në valixhen tënde? Mikrofoni. Kote e fundit. Nuk e dihet kurrë. Imagjinoni për një familje Summer Party girl që bën emisione, normal që nuk mungon mikrofoni. Unë tani imagjinoj Pamelën që ka ikur me pushime për kokrën e qefit vet dhe ka dhe një kamerë me vete nga këto të vogla të GoPro dhe një mikrofon. Edhe është kështu, duke i pyetur gjithë akoma. Po mirë, për shembull gjëja e parë që të shkon në mendje ta fusësh në valixhe, kush është? Lëre mikrofonin. Përveç. Atëherë, çka kam mund nevojshme, marr gjithmonë një fustan ekstra në rast që do më ndodhi ndonjë gjë, edhe parfumin. Un jam person që jam shumë e lidhur me aroma, domethënë, edhe bizhame, nuk e di pse, i kam shumë qejf bizhamet, marr gjithmonë. Bizhamet e parfum, do gjëra. S'do të bëj proçi. Rrobat e tjera nuk ka problem. Bizhamet, parfum dhe mikrofon. Se u bë shumë shaka tani, por që marr gjitha gjërat që marrin vajzat duhet. Make-up-e, parfume, bizhu, jam person shumë te bizhu, domethënë unë më përpara vë vathet në mëngjes se sa laj fytyrën, domethënë jam shumë e kam shumë nevojshme të kem një pal vath, nuk e di çfarë lloj refleksi, nuk e kam zbuluar pse e kam këtë si gjë, por jam shumë domethënë bizhu dhe më vathët. Bizhut janë gjithmonë, po më kanë ndodhur 2-3 episode që më kanë humbur jashtë. E kam filluar tani të zëvendësoj me bizhu kështu, që edhe po humbet s'ka problem se. Tani përveç vadhëve dhe mikrofonit, na trego pak pushimet e tua ideale janë me shoqëri apo pushime romantike? Tani, unë zakonisht në pushim romantike marrë dhe shoqëri. Të them të drejtën, shoqëria ime shumë romantike. Jemi gjithë. Unë mendoj që pushimet janë më mirë në grup. Domethënë kam bërë dhe pushime romantike, janë okay, janë bukur, po at some point dikur mërzitesh se je 7 ditë për shembull, okay, do shofësh, do eksplorosh, do bësh, kështu që kam dalë në konkluzionin. Po mirë se ti se ke me detyrimin e 7 ditë me pushime. Nuk e ka vendosur njëri. Po mirë, ai do 7 ditë për veten e vet ç'a të bëj. Do të bëj 3 ditë me ty. Pastaj po i gëzo përsit. Domethënë unë jam te pushimet në grup me njerëz shumë të dashur që i do shumë dhe kalon mirë. Mendoj ato janë pushimet më të bukura. Tani ti na tregove ne, më fal, se do lidhesh atë ana romantike. Jo, na tregoj neve që ka plot mbledhsërira që bën, e përpiqet që ti bëj njerëzit bashkë. Pamelën kështu pa dashje je bër bashkë. Tani Pamela kur është në sezon pune,
është në sezon pune. Si, domethënë këto 2 muajt e verës, në këtë muaj të verës unë bashkoj të tjerët dhe kur kam bashkuar të tjerët, Zoti kujdeset që tani e pasë thotë unë kam bën mirë thotë Robi. Jo, si e menaxhon Pamela, kam shumë kuriozitet si e menaxhon Pamela kur sezoni e gjen çift. Kur sezoni me gjen çift zihem ça. I fuzit të ndar, mbledhim mendje. U mërzit ai ka hyrë bashkë. E si jemi në këtë sezon? Single apo? Këtë sezon jemi gati për të bërë sa më shumë show. Gati për të bërë sa më shumë show. Normalisht puna që unë bëj është shumë e bukur dhe unë e dua shumë. Edhe pavarësisht domethënë gjitha, po themi, inkonveniencave ose zakonisht që gocat mund ta keni edhe ju që zemër do iki me te guximsh ose do iki diku, edhe janë këto gjërat e vogla që nuk dalin asnjëherë mbi punën dhe mbi gjën që unë dua të bëj, sepse në fund ditës një partner që nuk kupton dëshira dhe çfarë do ti të bësh, nuk mendoj që duhet të jetë me ty në fund të ditës. Më vjen shumë natyrshëm në fakt të pyes, sepse ne shqiptarët vazhdojmë ta kemi pak, ka ndryshuar pak kohët, por vazhdojmë ta kemi akoma këtë paragjykimin e vajzave që shijojnë jetën e natës, partit, këto verat e çmendura në thonjza, pra që ti e shijon verën. A të ndikon formati që ti bën në jetën tënde romantike, pra në përzjedhjen që djemt kanë tek ti? Jo shumë sepse unë e bëj emisionin dhe e bëj me shumë dashuri, po nuk jam fix person parti. Pra, unë në raport jam person që jam pak më i qetë, e trajtoj marrëdhënien time ndryshe. Pavarësisht se në televizion jam e tillë dhe më pëlqen puna që bëj. Se thash është në terren, më pëlqejnë njerëzit, her pas here kam nevojë të jem e angazhuar me këtë gjën, por nuk më ka prishur punë sepse mendoj arrita menaxhoj dhe pjesën tjetër që të vëmendjes të gjithë që do marrëdhënia pavarësisht festave që janë është punë, por që vetë nuk jam person. Ndoshta për goca që janë shumë të dhëna që dalin çdo javë në party, kam përshtypjen që me djem shqiptar është pak problem. Paktën çfarë kam dëgjuar. Unë them dilni bashkë, më lidhuni me njëri tjetrin, pëlqeni, broni një grup i bukur dhe dilni. Fiks. Nuk e ke pse të dalin çuna për shembull, çuna grupe cunas. Madje më ka ndodhur një herë po xhiroja në një vend dhe më shkrua një vajzë, ku po xhiron në X vend, po shiko aty se ke një djalë, duket se kam një djalë edhe më shiko se me kë është. Ky djali është i lidhur me një shoqen time, por nuk e di se me kë është aty. Domethënë më shkruan dhe më thon, më tregon. Një situatë e tillë më ka ndodhur dhe mua, kam qenë në pishinë, kisha hedhur thjesht një story dhe më thotë të lutem Ina, aty ku je ti, shiko te story jot që ke hedhur, tek ai cepi aty është filani, ai është i shifejuar im, por unë jam ndarë dhe nuk e kam miqur mendjen, domethënë ishte më kishte treguar gjithë lidhjen e saj. Po si është puna për ndjekjes në vërtet? Se ti thonë kam informacionin ekskluziv, po më paguaj. Jo, nuk kemi, jemi girls. Shumë vështirë kur bëhen goca bashkë, nuk mbaron këto biseda, po s'kam përfunduar kurrë, kështu që ne kemi arritur në fund. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit goca, ju uroj një sezon të mbarë dhe juve. Ne do vazhdojmë sërish sa mbarë dhe party. Nuk e di me kë do ju shoh, po Do lutem më thuaj ku je që mos vi. Kurse unë nuk fshihem, nëse do isha aty më nxirr. Do pim një gotë. Unë them inshallah më shef çift. Inshallah. Edhe do gëzoj shumë për të. Pamela, ne përcjellim me shumë keqardhje, ndërkohë që vazhdoni të qëndrojmë me ne, sepse ka të ftuar të tjerë. Bye. Zero konkurrencë, zero konkurrencë, zero konkurrencë, ta gëzosh tashnin e re. Kemi Alida në studio. Alida, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, dukeni shumë bukur, sidomos studio, o zot. Edhe ti, duke shumë bukur. Faleminderit. Sa po ka ardhur me këngën tënde të re, Zero konkurrencë. Si duket një herë, si e ka pritur publiku? Unë sa po e nxora këngën dhe më bë shumë qifi që arrita që ta programoj dhe tek juve që të vita bëj promovimin e saj. Është këngë komerciale, se normal jam gjithmonë në stilin R&B, hip-hop, dhe kësa thash për verën do të zgjell stilin komercial, normal, allegron, çfarëdo shqiptari që të kërcej. Ka pak titull ngacmues, do thoja unë. Pikërisht. Të ka ardhur për frymëzim.
Jo, nuk është frymëzimi im, sepse këngët e mia i bën gjithmonë Stine, nganjëherë qëllon që edhe unë këngët i kompozoj dhe vet, varet nga frymëzimi, por kësaj radhe nuk ishte frymëzimi im, ishte Stines dhe i thashun ore zero konkurrencë, ç'është kjo? E kuptova një në anën tjetër që kuptua dhe juve, por ishte zero konkurrencë në kuptimin që dikush ka gjetur dashurinë tjetër, dikë tjetër dhe jeta vazhdon normal që unë nuk e kam problem në kuptimin tani se nuk është direkt dedikim, po jeta vazhdon dhe prandaj zero konkurrencë. Në një treg muzikor që ka edhe shumë konkurrencë, çfarë bën Alida Dukën që të ketë zero konkurrencë nga pjesa tjetër? Kjo më ka veçuar gjithmonë që nga projektet e mia të para, që un kam qenë nuk është se fokusohem shumë në projektet e tjera çfarë dalin paralel, sepse nga që jetoj 27 vite, 28 vite në Gjermani dhe jam komplet out nga tregu çfarë është aktuel këtu dhe kam dalë gjithmonë me stilin tim unik, duke mos parë çfarë bëhet rreth rrotull dhe kjo është gjë e mirë sepse nganjëherë duke u fokusuar tek kolegët e tjerë ose ngel aty dhe nuk ecën më tej ose nuk del me stilin tënd dhe kjo më ka veçuar gjithmonë me stilin tim unik. Sa vështirë ka qenë që ti të jesh koherente në stilin tënd, pra ta mbash pavarësisht se ecën dhe ndryshon normalisht. Është vërtet, në vitet e para, domethënë kanë qenë kemi mbajtur dhe Stine ishte ai i vetmi që më thoshte gjithmonë mbaj stilin tënd sepse kjo të ka veçuar si Alida ose të ka karakterizuar. Mbas ca vitesh, mbas 10 vitesh, ishte kënga ime e parë komerciale që nxora me Adrian Minunen dhe ishte super këngë dhe ishte shumë rasti veçantë, pasi e takova rastësisht në Hamburg në koncert. Okay, po kënga është zhvilluar këtu në Shqipëri. Po videoklipi është bërë normal që Stine ka bërë këngën dhe ajo këngë më bëri të heci, do të them të futem pak në shinën komerciale, por prap stili im është tek R&B o god. Alida ka kaluar kaq shumë kohë që ti je pjesë e industrisë së muzikës, por në fakt besoj që për çdo herë që ti publikon një këngë të re, një projekt të ri ka gjithmonë emocione. Mund ta flasësh cilat janë emocionet e para që ti përjeton pas publikimit të një këngë të re? Emocionet e para janë si do pritet kënga, sepse gjithmonë çdo këngë është komplet ndryshe nga kënga tjetër dhe nuk dihet se si e pret publiku. Nganjëherë mund të jetë një këngë që ti e ke mbajtur në arkiv 10 vite, 12 vite dhe thua mund të jetë në një këngë që është për të nxjerrë këtë verë ose balad në fund vitit, por nuk mundesh ta vendosësh ti përpara sepse gjithmonë është reagimi i publikut dhe ajo është ankthi i parë që të kap bobosi do pritet, por gjithsesi kur je kaq vite në karrierë e ke pak atë vetbesim që thua kjo këngë është për këtë verë ose kjo këngë është për dimër, kjo është një balad që duhet dalin shtator dhe gjithmonë me mendimin e Stines që është për mua primari për çdo gjë, asnjëherë nuk nxjerr këngë pa pyetur atë dhe prandaj është domethënë 100% vendimi im i sigurt që kjo këngë do pëlqejet. A ka qenë në fakt reagimi i publikut ai që ti ke pritur mbas lançimit të Zero Konkurrencë? Po, ka qenë gjithmonë, do të thënë pritshmërinë që kam pas nga publiku dhe i falenderoj jashtëzakonisht shumë, kanë qenë gjithmonë shumë pozitiv. Unë fakt vitet më parë nuk kam arritur çdo këngë ta promovoja, ka qenë pika ime që unë gjithmonë isha shumë larg dhe në fakt kjo gjë i ka munguar shumë publikut, po. Dhe do mundohem që në të ardhmen të jem pak më shumë aktuale dhe në promovimin e projekteve është gjynaf, do të thënë nxiren dhe të mos i promovosh është gjynaf. Besoj se ti merr shumë komente pozitive nga publiku që të dëgjon, po unë doja të dija a veçon ti disa komente që të na i tregosh dhe ne, që i ke marrë më një herë pas publikimeve të projekteve të reja. Okej, pozitive kanë qenë komente veçantë që të kanë ngelur dhe në mendje. Komenti, do të thënë që vjen në çdo projekt që nxjerr unë Alida si kënga e vuaj nuk do nxjerrësh më. Alida ajo këngë ka qenë shumë e veçantë ose si kënga e parë Sa duhemi. Nuk e di, do të thënë njerëzit kanë ngelur akoma më mbajnë në imazhin tek Sa duhemi ose tek kënga e vuaj. Pavarësisht se kanë dalë shumë jashtëzakonisht shumë. Nuk zgënjen asnjëherë, nuk e di, nuk i mbaj mend me të vërtetën drejtën. Do na risjellësh edhe një herë këngën e parë tënden? Sa duhemi, po patjetër. Ma kanë kërkuar dhe bile do ta veçoj edhe këtu, kur kam qenë në Amerikë në 2019-ën, isha në koncert dhe më vjen një çift 25 vjeç, 26. Alida, të lutem do na këndosh këngën Sa duhemi. Thash, wow, thash sa vjeç do kenë qenë këto kur kam nxjerrur këngën Sa duhemi u habita, por ta kam qenë shumë e vogël dhe e këndoja tërë ditën nëpër shtëpi dhe mu bë shumë qefi. Sa u futa aty dhe më kërkoi këngën në Philadelphia kemi dhe nuk e harroj sinqerisht, është emocion me vërtet shumë i bukur. Atëherë me
Më të rejt biseda shumë pajtësore, të plotëson shakat shumë fëminore. Unë dua t'jem me ty, nuk kam fjalë ta përshkruaj sa të dua ty. Edhe largësia mbiajrore, nuk mund ta ndryshoj gjendje shpirtërore. Dhe kur pas fjalëve kapemi, unë e di se unë e di, shpirt sa duhemi. Çe emocione ta dëgjosh mbas kaq shumë kohë. Përveç kësaj, po me gjithë këtyre rreshtave, mua më ngel gjendja shpirtërore. Pikërisht. Si është gjendja shpirtërore e Lidës? Gjendja shpirtërore më në fund, mas kaq vitesh, është jashtëzakonisht e mirë. Po super, kjo është shumë gjë e mirë. Po pjesa tjetër e familjes, si e ka pritur projektin tënd të ri, sepse për Stinën e dëgjuam. Mami është ajo e para që është gjithmonë më thotë duhet t'i lesh punët, se unë jam një njerëz që nga që kam dhe kompani në Gjermani dhe jam 24 orë në lëvizje, jam non stop, i fokusohem shumë punës. Projekti, domethënë është biznesi që kam krijuar vet kohën e koronës dhe është ajo që mua më sjell të ardhurat. Është primarja dhe më thot mami lëre punën dhe tani do bësh këngën e radhës. Dhe isha me pushime në Monte Carlo dhe më la shumë bresa qyteti Monte Carlo, sidomos ai hoteli Fairmont ku kalon Formula 1 dhe i thash Tinës, oh my god, kam gjetur një lokacion, thash që do bëjmë pushime, tha tash se kuptoj, tha do bëjmë pushime, tha apo do bëjmë klipin. Një rrugë dy puni thash. Okej, e kuptova, tha do bëjmë klipin, domethënë. Është kaq bukur. Ne duhet shkëputem jam për një shkëputje të vogël publicitare. Do rikthehemi këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Qëndroni me ne. Dumsdu baby, s'ka ma perfekte, jackpot asashti, asati gjete, luj masteje, bye baby. Desh me mik mendja për ti mari ktheve, am your lady, ti mas meje, gjithi imi për jetve. Para kalojma për ti të përkthese, me ty ndihem nice girl, gjithë shka e ke nice one, jena qift për bashkët se ty, me ty ndihem fine girl, jena të... Pas kam arruar, kam kujtë se kam kënduar. Gjë interesante është që e kemi ndjerë prezencën e Stinës bashkë me këngën që ti sapo e këndove, por duke qenë se ti e përmend vazhdimisht, e kemi ndjerë prezencën e Stinës në maksimum, na duket sikur kemi edhe Stinën këtu në Pikërisht. Edhe gjithashtu. Mua më vjen direkt në mendje sapo e përmendim Stinën, është si është të jesh motra e Stinës. Okej. Se di, do të thënë janë shumë gjëra që do t'i kompletoja në një fjalë të vogël që mos e zgjasim shumë. Nestin në fakt kam kaluar në femirinë time me Nestin, kemi qenë më shumë shokë e shoqe se sa motër e vëlla dhe kam qenë shumë e hapur në bisedat me të, për gjithçka, për partnerët, gjithashtu dhe paralel, më fliste shumë hapur dhe prandaj s'kam pasur kur komplekse që okay, është vllai dhe duhet të kufizohem për diçka. Do të thënë kur më duheshte një projekt, të lutem shkoja në studio dhe zgjidhja projektin. Ma jep të, thotë tash ti do të gjitha. Tash do zgjidhësh vetëm një. Po të lutem mos ma prishi, thoja unë. Por jo, nuk është tip që ma prish shumë qefin, është, do të thonë, Nesti ka zënë vendin e babit, pasi babain e kemi humbur para ca vitesh dhe për mua është një njeri, do të thënë fjala e tij zë shumë vend, është për mua një njeri shumë i lartë, fjala e tij dhe prandaj është për mua gjithçka. Mund ta them me plot gojë. Ajo ndikon fakti që edhe bashkëpunoni, por në të njëjtën kohë jeni edhe motër e vëlla. Kush është më shumë kritikues ndaj tjetrit? Nesti është shumë kritikues dhe më vjen shumë mirë që është kritikues sepse më mirë ta marr kritikën nga ai sesa përpara se të dalë në projekt dhe ti marr kritikat nga tjerët. Okej, më ngel hatri shumë shpejt dhe më thotë mua nuk të kritikoj dot. Motrën tjetër thotë kritikoj nga mëngjesit deri në darkë, nuk i ngel hatri kurse ty duhet të kem kujdes se një fjalë të them nuk të flet një muaj. Po, sa të ndikon ty të njihesh vetëm si motra e Stinës për shembull? Do të thënë 1% e njerëzve thonë, po e njoh motra e Stinës. E kuptoj. Si ndikon kjo tek ty? Unë fakt më është bër automatikisht se jam krenar, natyrisht jam motra e Stinës dhe kur më pyet dikush se ku të kam parë, se s'të mbaj mend, them unë motra e Stinës. Po pse s'tua Lida më thot, mua po motra e Stinës. Okej, po ke edhe vetë prezantimin e tij. Po, se më ka ngelur motra e Stinës dhe më thon, po thuaja Lida, se ti ke gjithë atë repertor dhe ja Lida dhe të njohim, duke menduar motra e Stinës. Po në fakt ju jeni familje artistash, edhe duke qenë e tillë në ato mbledhjet e juaja patjetër, a flitet gjithmonë shumë më shumë për muzikë dhe për artin apo gjithmonë shkoni edhe për bisedat e tjera?
Jo, në fakt që të vegjël kemi qenë tip ngacmues, do të thënë gjithë fare fisi kur na shikonin të dy bashkë, bo, Alita dhe Nesti bashkë, mos. Tani do largohemi sepse jemi shumë ngacmues, bëjmë shumë shaka në familje dhe shoqyrë që bëjmë shaka. Po, është faktor realte të kesh. Po, do të thënë ndërmjet bisedave, përdorim dhe atë paralel pak për muzikën, thot mua tani çfarë pyetje desha me bëj diçka shaka, thot mua po desha me pyet konkret për këngën. Po ja pra do të dile ke tema këngës, po e kuptova thot. Fakt edhe Gracia, gruaja Nusja e Stines, që është dhe kunata juaj, është po ashtu artiste dhe këngëtare. Si është raporti juaj në fakt? Në rregull është se mund të jetë. Perfekt. Një raport në sonata. Pajisor besoj. A i kritikoni njëra tjetrën ju në projektet tuaja? Nuk është se diskutojmë shumë. Ja. Pra ndikimi më të madh tek ju të dyja e ka Stina, ai e mban rolin kryesor. Po, Nesti është ai primari për çdo gjë. Okay, do të bëni Nesti se tash Nesti Stine. Bëni mbledhje familjare, kush nga ju këndon më shumë? Se ju jeni të gjithë familja artista tani. Ne nuk jemi shumë në kur jemi mbledhje familjare, nuk është se jemi shumë nuk përzihemi jashtëzakonisht shumë tek kur kanë ftuar ndonjë këngëtar tjetër, nuk jemi shumë ansnjanës, nuk kemi qejf që të përzihemi shumë, nuk prishim dhe qejf, nëse thot dikush të lutem Alida, të lutem do na këndosh, okay, çojm 2-3 këngë, mund t'i këndoj. Okay, domethënë nuk është që ka konkurrencë. Jo, fare. Zero konkurrencë. A do presim në një bashkëpunim tjetër mes teje dhe Stinës? Tani së shpejti. Po, kemi lënë një këngë në 2019 pa mbaruar, ka qenë kënga Play New in the Game, por nga që kishim shumë projekte të tjera dhe unë nxora atëherë albumin shqip gjermanisht në Gjermani dhe i dhash asaj pak më shumë prioritet. Ka ngelur pak në arkiv dhe më duhet t'ja rikujtoja Nestit sepse se mbante mend. Thash mos më thuaj që nuk e mban mend këngën Play New in the Game. Është një këngë shumë e bukur që na karakterizon ne për stilin ton, hip hop R&B dhe mendoj që nga shtatori inshallah mund ta realizojmë. Inshallah nuk vjen në projekt tjetër. A ke menduar ndonjëherë të futesh 100% tregut gjerman pra në muzikë? Unë kur nxora albumin 5 në 1, është një album që kam marr artist internacional që janë rapist gjerman, por njëri është italian, i rritur në Gjermani, po ka të stilin italian. I dyti është grek, i rritur në Gjermani, ka stilin të dy. Pastaj është arab, i rritur në Gjermani dhe i futa 5 international rapista të ndryshëm tek albumi. Doli shumë bukur. Unë nuk është se e kam parë muzikën t'i futem 100%. Për mua ka qenë, okay, unë me muzikën jam rritur se 6 vjeç kam filluar shkollën e muzikës për piano, pastaj për kanto. Por rjedha e jetës na erdhi ndryshe dhe për mua është diçka që unë pa muzikën nuk jetoj, është një pjesë e shpirtit tim, por që nuk do mundesha ta leja pjesën tjetër të jetës time që e kam formuar, që të futem 100%. Për mua ngelet akoma muzika një pjesë plotësuese e imja që nuk mund ta lej dot kurr. Patjetër. Po. Ka bërë një kombinim të këngë. Kombinim pikërisht. Jam kurioze edhe për diçka në fakt, se patjetër me vlerësimin që ti ke për Gracian si artiste, po ashtu dhe si person, unë dhe kam njohur duke qenë që kemi qendret e të guximshmit bashk. Jam kurioze në raste që ju keni ndonjë lloj mos marrëveshjeje. Anën e kujt mund të bante Stina? Në bazë të situatës. Nuk është se jam total mund të bie në diskutim për diçka sepse aq vite karrierë kam që të kem vetë besim tek një projekt ose diçka, por diskutimi me Stinën është për mua shumë i rëndësishëm. Pasi ai është producenti i këngëve të mia dhe kjo më mjafton. Të shkoj sa më mbar. Me çfarë do ta mbyllim këtë pjesë? Çfarë ke qefti? Çfarë doni juve? Ndoshta diçka gjermanisht. Patjetër. Kjo ka qenë kënga gjithashtu. Ka qenë kënga që ne kompozuam kohën e koronës, pasi Stine ishte kohën e koronës ngeli në Gjermani dhe i thash na duhet ta shfrytëzojmë, tha prap do ta shfrytëzojmë, prap gjithmonë. Dhe ishte një këngë që më pëlqeu jashtëzakonisht dhe e nxora direkt me klip. Ich hab wieder an uns gedacht, aber du warst nicht da. Ich hab wieder an uns gedacht, aber du warst nicht da. Es war mir klar. Klar war schon. Klar war schon, ja. Sa mirë që të kuptoni. Se ne të tjerët nuk kuptuam gjë. Nikoli e kuptoi. Po, Nikoli ju prandaj të ndjeva. Tani e
ndoshta nuk e kuptojmë, por e shijojmë po njësoj sa patjetër. Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak, kemi përsëri me Alidën. Faleminderit. Jemi rikthyer në She's On Air, këtu me të ftuarën tonë Alidën. Në këtë pjesë ne do të hyjmë pak më shumë në jetën tënde personale. Duam të njohim si është Alida për te muzikës, si është një ditë e jotja në përditshmëri. Siç e thash, domethënë dita ime fillon është vetëm shtres, po e them gjermanisht stres, dhe mbaron me shtres dhe më thotë Nesi them unore sikur jeton me mua 24 orë se në Gjermani nuk jemi bashk dhe më thotë mua çfarë heqin ato punëtorët, kush nuk të ka dal klipi dhe je në gjendje jo të mirë, si ke bërë mirë punët, janë shumë keq. Ore thash unë nuk është e vërtet. Po, dhe sa të ka dal klipi, uaj ke bërë shumë bukur. Po zonja Duka po dje kishin bërë dhe kështu. S'është e vërtet jo. Do të gjendja jote emocionale. Okej, është pak egzageruar. Okej. Por që dita ime është domethënë fillon që në mëngjes jam shumë e fokusuar te kompania, janë Duka Apartments, janë 30 apartamente që i kam formuar dhe i krijova në kohën e koronës, kur gjithkush rinte në shtëpi dhe unë kisha më lind ideja kohën e koronës ishin kompani që kërkonin shtëpia për punëtorët e tyre të mobiluara dhe ishte momenti thash si doja bëjmë sepse koncerte s'kishte. Shteti gjerman më dha për single Selbstständige Sängerin për këngëtare, na dha ndihma normal, por normal që nuk dilnin të gjitha, ishin mbi 9.000 euro dhe me ato lek thash unë do bëj albumin. Fillova aty të bëj albumin dhe njëkohësisht dhe të bëja shtëpiat të përdora më së miri. Patjetër. Dhe tani janë 30 apartamente dhe jam shumë e fokusuar te këto dhe i përkushtohem atyre sepse është puna ime nga A-ja deri ke Z-ja që e kam për vet dhe është diçka që ka funksionuar shumë mirë dhe po funksionon shumë mirë dhe shqyr them nga një ran që erdhi korona. Po, ke pasur frymëzim nga korona. Sukses në punën tënde, po kurioze jam të di, të ndikon puna jote biznesi për t'u larguar sadopak nga muzika? E ke ndjerë këtë gjë? Po, patjetër, sepse në Gjermani është jeta e tillë që të merr rrjedha, ti nuk mundesh mund të them 5 minuta ke kohë, por është rrjedha e ditës që është aq stresike ose aq e ngarkuar sa që ti nuk ke kohë të mendosh, do të thënë nuk e di. Nuk ke kohë të mendosh. Do të jesh multitask, do të thënë që mund të bësh siç i bëj unë për shkak 100 punë në një orë, duhet i bëj të gjitha dhe që të kem kohë të organizoj dhe pjesën e klipeve, xhirimeve, po. Me një ditë kaq të ngarkuar, kaq aktive vazhdimisht, çfarë të frymëzon ty? Muzika. Do të thënë sa futem makinë, çfarë do lloj gjëje që të kem, them kush është kënga e radhës dhe tani mendoj xhirimet, ku do t'i bëjmë, mendoj lukun, se për veshjet gjithmonë kujdesem vetë se jam e fokusuar të kem atë stilin e veçantë, unik, edhe për kërcimtarët që i kam pasur më përpara, do të thënë i mendoja unë veshjet e tyre se kisha qejf që të ishim gjithmonë shumë të veçanta nga gjithkush tjetër. Dhe do të thënë është muzika e para që unë sa ule makinë, muzika dhe aty mendoj gjithë planet e ditët. Gjithë kalendar, pikat e mia që do bëj gjatë ditës vetëm me muzikën. A ke ndoshta një këngë specifike që ti e dëgjon çdo mëngjes ose çdo ditë dhe thjesht nuk kalon ditë që ti nuk e ke atë këngë pjesë të ditës tënde? Janë shumë të ndryshme, janë shumë të ndryshme, domethënë mund të filloj nga këngët gjermanisht që më pëlqejnë shumë të tregut gjerman. Nuk është se kam ndonjë këngë specifike. Duke qenë se jeta jote këtë periudhë është shumë angazhuar, qoftë në muzikë, qoftë në biznesin që sapo na tregove. Cila ka qenë një nga sfidat e tua më të mëdha në karrierën tënde? Qoftë në drejtimin e muzikës ose atë të biznesit? Një sfidë. Sfida, në karrierën time. Ka qenë vetëm momenti i parë kur unë kam ardhur të bëj videoklipin Sa duhemi, ka qenë 2010, më duket, në 2009 nëse s'gaboj. Aty mendova që ta lej komplet Gjermanin, ishte komplet ajo jeta ime që unë kisha ndërtuar atje dhe nuk ka qenë e lehtë të ndërtosh nga zero në një vend të huaj. Gjithçka nga e para, pavarësisht se unë kisha mbaruar këtu shkollën për piano dhe për kanto dhe nuk kisha asnjë profesion tjetër, gjë që nuk mu njoft në Gjermani. Dhe në 2010-ën do të ma sugjeroj Stine që nëse do të nxjerrësh këngën tënde të parë, po. Emocionove. Po, do të jetë një vendim sepse këtu karakterizohet si një këngëtare R&B në Shqipëri që më përpara nuk është parë. Ishte vetëm Elvana Gjata atëherë në treg, as Dafina nuk ka qenë. Dhe po mendoja që të leja Gjermaninë. Aty ka qenë një vendimi imi
që ishte pak e vështirë për të vendosur. Gjithsesi, unë mendova, unë jam aq e fortë që ta bëj diçka nga Gjermania që t'i mbaj të dyja, ka qenë shumë e vështirë që t'i mbash, sepse nuk është se e kemi ndërtuar me Stinën gjithçka nga zero vet, nuk është se kemi pasur prindër të pasur ose dhe ka investitor nuk ishim, do të thënë duhet bëja të dy jetët, të ishin atje gjithçka perfekt në Gjermani dhe në Gjermani duhet të kesh me të vërtet të ardhurat që të mbulosh jetën tënde shumë e shtrenjtë dhe gjithashtu të mbuloja dhe projektet e këtu, shpenzimet, videoklipet, këngët dhe ato nuk janë shumë të lira. E vërtet, edhe në fakt kur e mendon, kur e shikon nga televizori, duket sikur jeta juaj është perfekt, por sa shumë sfida shihen pas jetës jashtëzakonisht, po. Jashtëzakonisht, domethënë e mendoj kur shkoja në koncerte, domethënë punoja tërë ditën dhe merra valizhen me vete që në mëngjes dhe hypja avionit dhe avioni nuk e ke se kemi në Hanover, ka avione në Hanover, por nuk ka linja direkte nga Hamburgu për shembull, do të shkoja 200 kilometra mbas punës. Të merja avionin dhe të shkoja në Londër dhe direkt pa pushuar fare të bëhesha gati dhe të shkoja të këndoja dhe më thonin këngëtarët kolegët e tjerë e ishin parukeri sot i vërtet çfarë parukeri unë jam bërë gati shpejt rrugës domethënë nuk është se kam pas atë luksin tërë ditën të bëhesha gati asnjëherë domethënë tani me gjithë këto vështirësi që ti përmend a ka pasur një moment që ke menduar të heqësh dorën nga muzika? Po, ka qenë përpara se të bëja këngën me Adrian Minunen, që u futa pak në stilin komercial. Unë kisha 9 vite ose 8 vite, nuk e mbaj mend, që bënim tërkohën vetëm stilin R&B, hip hop i miksuar. Dhe nuk është nga që nuk jetoja këtu, koncerte nuk kisha, sepse koncertet të ndihmojnë që ti të kesh një buxhet për të bërë projektin e radhës ose tjetrën. Dhe unë vetëm po investoja tërkohën dhe nuk është se ose shikoj fryte. Po, pikërisht. Dhe ishte një moment që thash tash ose do ndaloj, që nuk mund ta bëja, ishte një vendim shumë i vështirë për mua. Ose nuk e dija çfarë zgjidhet bëja tjetër. Dhe kur kam bërë bashkëpunimin me Adrian Minunen, nuk e di pse ishte pak stili komercial, ishte pak, do të thënë filluan koncertet. U habita dhe thash oh my god, se pas kam bërë më përpara. Se fiksa ai momenti kritik i cili pastaj tregoi që duhet vazhdonte para, por është gjë e mirë sepse kur kthen kokën mbrapa, ti thua që ja ka vletur e gjithë kjo rrugë. Unë doja të kaloja direkt tek një temë tjetër, ajo e Big Brother VIP. Si të është dukur Stina aty? Ai ka qenë një moment njëherë nuk na tregoi, ishte surprizë dhe kur e kemi parë, në 2 ditë përpara kam imagjinoj. 2 ditë përpara kam qenë në Shqipëri dhe do niseshim për në Gjermani, do merja mamin dhe më thot mua do iki në Big Brother, kështu që nuk do shihemi. Çfarë the thash? Aty u shokova dhe thash nuk si sa ka thënë më përpara. Por tha dhe unë e vendosa moment fundit, nuk është se isha shumë i sigurt, dhe ka qenë momenti i parë në Gjermani që unë e shikoj Big Brotherin, shikoja në çdo praj me prisja se ta ndiqja gjatë ditës nuk mundesha, ishte e pamundur. Dhe mezi prisnim atë primin dhe rinim te televizori që shikoshim Nestin dhe ka qenë domethënë për neve shumë me mamin, për rim të dyja para televizorit dhe mezi prisnim që ai të thoshte diçka. Stina pastaj që kishte me përtesë. Jo, Nesti është një tip që është po nuk u ndje komod, nuk është se flet shumë, është shumë tip i qetë dhe në jetën, nuk po them vetëm televizor, dhe në jetën e përditshme është tip i qetë, nuk flet shumë. Por ato 2 fjalë pastaj që i thot mund ta dëshmojmë sepse un kam pasur mundësinë që përveç shtëpisë Big Brotherit jetoja përtej shtëpisë Big Brotherit 2 ditë të tjera me Stinën tek të përgjithshme dhe realisht është njëri fantastik. Unë e kam shijuar si aty brenda edhe jashtë, nuk e di, nuk kam fjalë për Stinën realisht. Është e vërtetë. Kënaqësi shumë e madhe edhe për ne që kemi pasur pranë, pastaj për ty që është vllai jot është pa diskutim. Është e vërtetë. Ne duam të kalojmë tani në ca pyetje të shpejta. Përpara unë doja të dija vetëm nëse do ta provoj edhe ti eksperiencën e Big Brotherit? Unë në fakt kam marr 2 vitet e fundit gjithmonë kërkesë nga Big Brother dhe i falenderoj shumë që më kanë ftuar. Për shkak të kompanisë nuk mund të largohem, kjo është problemi im i madh, sepse nuk kam një njeri që të më zëvendësoj. Është e pamundur. Nuk do ta kemi. Ndoshta vjen momenti. Po, do të kisha shumë dëshirë, ku i diet. Shikojmë. Kismet, ndoshta vitin tjetër. Ndoshta. Kalojmë tani te ato pyetjet që un po thoja, janë ca pyetje të shpejta dhe përgjigjet i duam të shpejta. Na përshkruaj me një fjalë Stinën dhe me një fjalë Gracian. Nesti, me një fjalë, o babo. Tipi qet. I qet, okay, në shumë është shumë e vështirë për mua. Po Gracia.
Nuk e di. Kënga jote preferuar nga Stina? Ka qenë kënga kur ka kompozuar në Gjermani Lady, të cilët e kompozuam që ta prezantonin bashk. Ale le lady. Unë do bëja pjesën e rapit, atëherë ka qenë hey djal, baby boy më fal, mos të dukem gjë ekstreme bukur pak e dal, po unë nuk vija dot nga Gjermania atëherë dhe nuk mundesha vija. Shpejt. Kush është bashkëpunimi i ëndrave të tua? E ke menduar ndonjëherë? I ëndrave të mia nuk është se kam, do të thonë gjithmonë kur kam pasur një dëshirë kam realizuar, nuk është se kam ndonjë breng, por e ëndrave të mia, ç'a mund thoja? O bo. Nuk thuash këtë duash në këtë rast. Se di, për mua do doja shumë një bashkëpunim me Sean Paul. Okej, është diçka që ndoshta s'mund të arrihet, por nëse unë nuk them asnjëherë, unë nuk e di, mund të manifestoj. E manifestoj përpara, e them dhe realizohet. Tani, mua faktikisht më bëri një gjë përshtypje, se të pyeta një fjalë të thash për të më përshkruar Stinën dhe një fjalë për Gracën. Për Gracën patë një pauzë. Tani kjo pauza më tingëlloi pak çuditshëm në vesh, prandaj edhe ju riktheva. Nuk e di ç'a mund të them, se nuk është se kemi shumë kontakt me njëra tjetrën. Nuk e di ç'a të them, kurse me Nestin mund të them se unë jam rritur me Nestin dhe kështu që mund të them shumë fjalë, po ta përkëshuar në një fjalë është e pamundur. Është tip i qetë, do të thënë edhe në familje është shumë i qetë. Cila ka qenë faktera e fundit që ju me Gracian jeni takuar dhe shpenzuar kohë bashk? Para 2 vitesh ndoshta se di. Okej. Okej. Po, unë kur vi këtu, dëgjoj. Unë kur jam këtu jam aq e ngarkuar, domethënë edhe dje kur kam ardhur, akoma se kam takuar Stinën, kam shkuar direkt tek make-upi, televizioni. Domethënë e kam gjithçka të piketuar se jam vetëm për 2 ditë. Imagjino çfarë mund bëj unë për 2 ditë. Dhe nuk është se kam shumë kohë që të një këngëtar ose një këngëtar shqiptare që ti e ke blok në rrjetet sociale. Këngëtar shqiptar nuk është se para bëj blog, nuk është në tipin tim. Nuk është se një artist që është i mbi vlerësuar në Shqipëri. I mbi vlerësuar. Baba, te këto nuk e di. Alida, që njësoj si vllai jot. Ata këtë përgjigje. Dashuria apo karriera? Oh my god, po ç'i keni këtë pyetje kaq vështirë? Tani Ne jemi shumë dakord të thuash karriera, nuk ka problem. Nuk e di. Do të thonë këtu nuk mund veçoj asnjërin sinqerisht. Të dyja janë për mua në zemër, në shpirt, se di, nuk i veçoj dot. Skena më e madhe që ndëron të performosh. Skena më e madhe. Do të pëlqente shumë në një koncert. Po, ma kanë thënë shumë bukur. Kam folur me Stinën vjet që të bëja një recital, sepse më ka pëlqyer shumë recitali që ka bër Dafina që sapo e bëri ose Elvana Gjata që ka bër dhe më pëlqen jashtëzakonisht që unë të kem të mbledh gjithë repertorin e këngëve të mia dhe janë mbi 40-50 këngë. Do doja shumë do ta realizonim dhe ndoshta e manifestoj përpara. Manifestimin. Dgjoj, meqense më përmend 2 emra, Dafina dhe Elvana. Janë në fakt 2 nga vajzat që kanë, mund të them, janë këngëtarët më të njohura jo vetëm në Shqipëri, po edhe përtej kufive të Shqipërisë. Mendon që janë të vlerësuara apo e meritojnë atë çfarë kanë arritur deri tani? Jo, unë them që e meritojnë. Domethënë, unë kur kam konkuruar me Dafinën, ka qenë Top Festi që jemi zgjedhur të dyja dhe Ronela është zgjedhur Best Hip Hop R&B Singers dhe kam ardhur nga Gjermania me kërcimtare që të performonim këngën tonë dhe atëherë ka qenë Dafina që ka fituar çmimin e parë dhe e kam parë për herë të parë si këngëtare direkt dhe me të vërtetë është e talentuar, është shumë e talentuar dhe Elvana gjithashtu dhe e meritojnë. Alida, presim nga ty ndonjë projekt tjetër që do vi së shpejti? Po, do të thonë kam përgatitur, nuk është bërë akoma, ose do jetë kënga Play New in the Game me Nestin dhe ose do të jetë një balad në shtator, do të kisha shumë dëshirë se ato baladat janë të mijat, pavarësisht se jam e gjej më shumë veten tek energjiket, sepse jam një tip që kur dal në skenë, dua të jap zjarr, do të thonë të jap energji skenës. Ne mezi presim në fakt edhe të urojmë vërtet shumë suksese në vazhdim dhe të shohim lart e më lart dhe të arrish ta bësh dhe recitalin që ti dëshiron të kesh. Këtu mbaroj dhe ne u mërzitëm shumë tani. Jeni shumë të mira jeni. Mos ta lëm ta ikë ka shpejt, e bëjmë këtë mbylljen e kësaj pjese me një këngë sërish. Ina po mundoj ta zgjaste sa më shumë të mund. Koha është e limituar. Kë mund të këngë të zgjedhim, oh my god, prit. Këtë dushti.
Zërë më kreket. Nuk e di, këngën vuaj ndoshta? Jepi. Këngën Ne vuaj. të vuajmë tani. Po pse do ta mbyllim me vuajtje? Po ikën. Pikërisht. Është pjesa e refrenit që ajo është bërë shumë virale, pjesa vuajune, 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 vuajune. Kjo ishte Alida Duka, dëgjues të dashur. Një pyetje shumë flesh për kë vuan Alida. Nuk vuaj më. Jo, jam shumë e folëm pra për dashurinë. Okay. Kjo ka qenë një këngë që e kam kompozuar kur tek ndarja ime që kam pasur para 7 vitesh dhe ka qenë një këngë që e kam kompozuar brenda natës sepse gjendja emocionale atë natë ka qenë nuk e di as vetë se si u bë virale dhe kam qenë ishte kjo pjesa që ju thash përpara ti nuk mund ta dish kur çfarë mund të pëlqejë publiku. Dhe nuk e dinim ata bënim me videoklip, ishim në dyshim dhe kjo është një këngë që është bërë internacional, domethënë në Rusi dëgjohet shumë. Jam habitur sinqerisht. Dhimbja ndonjëherë sjell rritje më të madhe. Dëgjues të dashur, kjo ishte Alida Duka në shumë dimensione të saj. Faleminderit që ishe pjesë e jona këtu në Shizoner. Faleminderit. Ne do shkëputemi për pak deri kthehemi sërish. Faleminderit. Jemi rikthyer në radion tuaj të preferuar Shizoner. Jemi live në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Bashkë në grupin e gocave na është bashkuar një djalë. Ç'kënaq si sot ti. Sot i kanë kaluar të gjithë pjesët në praninë e vajzave, por më në fund Salioni na është bashkuar. Se si më duket tash kam 4 goca përballë, duhet të jam objektiv për te dhe ato. Do të bëjmë të lehtë, do të bëjmë. Stalion, shiko përpara se të fillojmë te këto të bëmë telefon. E marrim pak më Para që ta marrim shpirtin na fillojmë. Fillojmë me qetësisht. Ti në profesion je model. Po, deri. Si e zgjodhe, si filloi kjo dëshirë? Tamam, profesioni im ka qenë marketing, domethënë, po unë ka rastisje jam pas shumë shok fotograf. Edhe nga këtu ka nisë gjitha, domethënë. Njëri ftonte një shuti, njëri një tjetër, edhe fillou u bë pak më shumë serioze se ç'duhet, domethënë, edhe i hyra tamam. Perfekt, domethënë na duhet gjithë në një shok fotograf. Po, duhet në një shok. A e mban mend momentin kur kuptove se modelingu mund të ishte diçka për te, thjesht një pasioni që ti zbulove? Po, me thënë drejtën, kur janë bërë shooting më serioz, me brendën më serioze, edhe momenti kryesor pastaj që vërtet mendova që isha në Paris, se kam bërë edhe një kështu fashion week me një brand. Edhe atje pastaj u bë më serioze. Atje e mora me një sut tjetër. Kush është projekti më i bukur që ti ke bërë dhe e mbash mend gjithmonë? Projekti më i bukur? Po 2 kam unë. Një në Paris, si po them, është dhe një kompeticion që u bë këtu në Shqipëri, në Tiranë, domethënë. U bë në Saran, me thënë drejtën, edhe 2 kanë qenë kompeticione që ja kanë vlejt, domethënë, projekte mëdha. Na thuaj pak për sfidat që kalon në një djalë model, që dhe publiku ndoshta nuk i sheh. Po me thënë drejtën, unë mendoj që sfidat janë mendjen tënde, po do duk sfidë do jetë sfidë. Për mu s'kanë qenë sfidë asnjë nga ato çka kam kaluar. As fakti që ndoshta paragjykohet pak më shumë nga kur gjinia mashkullore zgjedh punën model? Jo, po shokët e mi e dinë që kam qenë. Se kemi një lloj mentaliteti çuditshëm ne këtë edhe. Po mos më paragjykojnë se shoqëria ime për shkak e dinë që kam bërë dhe boks një 10 vite dhe thonë okay. Ma e kanë lidhur. Salionin e kanë tonin, në kupton. Po e ngacmojnë. E shikon domethënë publiku ndoshta mund të të njihte vetëm si model, si Salioni që e shohim në foto apo dhe në spote publicitare, po pas ka qenë të boksier. A vazhdon me akoma me boksin apo jo? Po jo, tani s'e kam kështu. Ka qenë si profesion fillim kur e kam nis, po tani është shumë easy, thjesht servitje për vetën. Dhe midis boksit dhe modelingut si profesion, ti do zgjidhje? Boksin e kam më ndryshuar që se zhvillova dot. Është pak keq problem Shqipëria për çështjen e sporteve, me thënë drejtën. Çfarë është diçka promovohesh që lidh modelingun dhe boksin bashk? Po, ku di unë, trupi që kërkojnë, domethënë, për modelet në brendet të ndryshme, kjo e lidh, besoj. Besoj se duhet të jetë disiplina. Disiplina, po. Disiplina e një modeli, do më shpjegosh pak të lutem çfarë disipline ndjek ti? Po, ushqyerja e shëndetshme, palestra, stërvitje, aktivitetet sportive, këto domethënë. Të ndikon që kjo jeta natës për shembull? Me thënë drejtën ndikon pak. E ka një kështu një esencë, domethënë, ka dhe kjo jeta natës. A ka pas momente që ke dashur të heqësh dorë?
shumë momente që jam dashur të Kam mbyllur një 2 herë Instagramin, kështu që të dorë çdo. Të kanë kapur te ty këto krizat e Instagramit që këto krizat e panikut shumë du të zhduket shumë. Kam heq dorë, kam bërë ca escape kështu, një muaj 2 muaj jashtë Shqipërisë, kështu ta bëj kështu që të Po çfarë ka ndodhur një herë për çfarë ndodh në mendjen tënde, po, që ti arrin në pikën sa mbyll Instagramin dhe do të zhdukesh. Jena atë pikën që s'ke më energji sociale, që të merresh me asnjë, as me shoqërinë tënde, as me njerëzit që ti mendon të afërt, edhe thua di ça po largohem një 2 muaj, nëse ka dhe njerëz që kanë domethënë atë ku diun, forcën për tu shmang, për tik, për kështu. Po çfarë të bën ty pastaj të rikthehesh? Dëshira për të arritur ato qëllimet që ja kanë vendosur vetes. Kujtohem shumë më plak se je pa gabim këtu, a kupton? Na i tregon pak të qëllimet që ke ti. Çfarë qëllime që ke vendosur vetes ti? Po, me thënë drejtën kam 2 projekte shumë të këndshme me mendje. S'jam vetëm aty, kam edhe 2 partner, po bëjmë diçka të bukur. Shpresoj të jetë e veçantë dhe t'ia vlen të ardhmen, po që do e shikoni, do e kuptoni edhe më vonë, kështu s'po e them mirë. Presim nga Salioni. Se na ka marrë syri I keq pa keq. Mirë me këtë syrin e keq. Komentet besoj do kenë qenë ke marrë goxha komente, ndonjë nga ato komente që ti e kujton si të bukur dhe nuk do ta harroj Le thënë, komenti më I bukur që mora këtë fundjavë, se bëm një event shumë të veçantë me të drejtë. Që nga I freskët. Sa faleminderit që ju si grup na bëni të lumtur. Ishte komenti më I veçantë që kam marrë me të drejtën. Në fakt të kemi parë ande nga jugu, ç'ke për ta treguar ndonjë gjë? Se erdhe ti, uftove edhe ti. Nikoli erdhi, ti s'erdhe. Nikol që s'më morë me vete. Tash. Fali, ku janë mërja këto ftesa që s'na kanë në Nuk na vinë nëse, nes na njohin. Po prandaj çfarë do një doktoresh dhe një juriste në një parti? Se jo, se ne nuk festojmë. Pse bëjeni paragjykuese një? Po pikërisht ju që keni aq të vështirë duhet të dilni pak më shumë që ta ndryshoni sa. Po s'na ka ftuar njëri neve. Po pas jeni të ftuara nga sot e tutja. Faleminderit. Doktoreshën edhe juristin tash I kemi të ftuar. Me që ne kemi për pak të thesë, na tregon pak çfarë na pret neve kur të vim tek këto festat. Po, kësaj radhe, këtë fundjavë hapet Lollipopi, është edhe tajna. Besoj që do jetë një organizim shumë I bukur. Jo besoj, po do jetë, me thënë drejtën. Këtë fundjavë, po. Këtë fundjavë, po. Mos bëjmë modest. Edhe goca po ja kështu që ta keni dhënë kamera ftesën. Mos u thoni pastaj jo po. Bravo. Unë isha doktoresh dhe s'm njihni kështu. Mos t'i them. Do më njihni. Ja, të njohin. Po shumë bukur pra, këtë fundjavë në të premten apo të shtunën? Të shtunën, okay. Të shtunën na gjeni tek Lollipopi. Jeni vetëm 2 ditë larg nga një fest fantastike. Ai fest shumë e bukur me vërtet. Është hapja sezonit. Jo, s'jam për aty unë këtë fundjavë. Këtë fundjavë po e ndryshojmë pak. Si do na lër vetëm. Për natyrë Nikoli këtë fundjavë, po. O Salion, po familja të kanë mbështetur në këto zgjedhje që ti ke bërë? Po, unë me thënë drejtën, është e bukur fare, unë familjen time kam veç tek person, veç mamin, se s'kam njëri tjetër, edhe ajo do më mbështese, qa do bëja, kupton. Po në rregull, super, është gjë e mirë që familja përpiqet të. Mirë do ishte të kisha edhe një vllazë, një motër, s'do ishte keq, e kupton. Ta japin një dorë edhe ata. Ina të pyeti pak më parë për komentin më të bukur që ti ke marrë. Kurse unë nga ana tjetër dua të di një koment gjykues që ti ke marrë, të keq ose gjykues. E kam marrë një edhe këtë jo shumë larg. Unë me thënë drejtë jam njëri I thjesht, njëri I qetë dhe mundohem të jem me këmbë tokë. Edhe një koment I keq që mora, më thanë që ti s'm dukesh si njëri I thjesht, që oh my god. Një tip arrogant I kështu. Po s'jam ashtu me thënë drejtën. Të njohësh Salion. Ju dy që më njihni tani, mendoni që jam? Jo. E ke qerë ti kështu. Qerën pa, jam me vërtet. Bëj shaka, jo. Ai shumë I qeshur, shumë solar, shumë pozitiv gjithkohës me thënë. Ftesa ti bën, nuk është kurse I bëj seriozisht, jo sa për të thënë. Po, aty na zbutit e ftesa. E kemi dhënë prova. Deri aty po mendonim që je disi, po arrogant, po mbas ftesës. Mbaje këtë botë me të mirë, Salion. E kam bërë mendjen. Salion, po mirë tash, kjo jeta e natës. Atë ka çfrenuar sa do pak? Si unë, si person. Po, si person. Jo, me thënë drejtën, se
Më ka lidh që i vogël ajo disiplina. Edhe nëse them me zëm për shembull, nëse vjen puna tek alkooli, them 2 gota. Nëse them ora 3-4 do ik, kam ik, kupton, nuk e zgjat. Je kaq preciz dhe me një natë, ë? T'ju tregoj një histori. Kemi qenë një natë, kështu si gabimisht u bëm lëmsh. Dhe e gdhim deri vonë, domethënë. Dhe ishte na kapi ora 6 e mëngjesit, edhe ishte Salioni që tha, hajde tha se jam tu fjeta se për një orë, 2 orë tha nisem tha për dërmik. Dhe unë nuk theva kështu, ç'a thumë i thash, po dhe i piri ishte. Dhe nuk e kishte problem fare. Hajt mos ka problem, kam punë, ç'a të bëj, duhet me hik. Po mirë, edhe kaq i disciplinuar nuk qen pra se ti japësh makinës. Çdo njeri në jetë ka shofer. Në shofer me. Si sa shofer. Po ka në rast të festash do i bësh përjashtimet. Kur them festa mund të jetë një gjë e rëndësishme, jo ditëlindje, jo diçka kështu. Takoni në një vit për shkak. Takoni rastisht fare. Ne do të largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi pas pak me Salionin për të njohur pak më thellë Salionin. Ta përdorim për të pirë ujë. Këtë hapësirë publicitare. Kthehemi rikthyer në këtë pjesë të fundit në She's On Air në valët 100FM të Top Albania Radios. Biseda me Salionin do të vazhdojë dhe ne do hym pak më shumë në jetën e tij personale. Si është Salioni në përditshmëri? Në rutinën time. Në rutinën tënde të përditshme, po. Po Na merr me veten në një ditë tënde, na trego pak si e kalon ditën. Hajdeni me mua një ditë dhe fillojmë. Hajde. Si ato tutorialet TikTok që bëjnë gocat. Erdhëm jemi gjithë vesh nga tutoriali jo, të lutem na trego. Po me thënë drejtën e nis ditën kështu vrullshëm fare se kam qef bëj edhe palestër, edhe mundohem që të kryej gjithë punët e ditës fillim. Kam filluar duke u çuar herët se thon këta që çon herët janë suksesshëm. Ke ditën pa. Tash hajt po e bëj dhe unë si këta. Ke lexuar ti ato këshillat të jesh sukses. Tash po i marr për bazë sa radhë. Shikoj, të them të drejtën, fakti se nuk e fjetur natën dhe vazhdon ditën në mëngjes prapë herët. Jo, pa ajo është i rast, po çka ke, por pse na nxjerr bojën këtu. Edhe me thënë drejtën mundohem të jem sa më kështu, t'i kryej gjithë punët, taskët, gjonat që kam t'i e qafet gjitha. Edhe pastaj kur kam kohë mbas dite bëj ato, ku diun ato takimet me shoqërinë, kështu diçka të veçantë që të kaloj bukur, të marr pak energji pozitive. Përveç takimeve me shoqërinë, ndonjë takim kështu special, romantike bën ti? Me thënë drejtën kam u bën 7-8 muaj që s'po bëj fare si takim. Po pse morë gjithë këtë djalë të rrinë? Për zotin. Po është çështje qëllimi, sa kupton. E kam fokusuar energjinë diku tjetër dhe shiko, nuk është se po erdhi dashuria jetës do e pres me krah. Po ti do t'i mbyllësh dyert. Nuk është në kërkim, them hajde. Po e pret. Po fakti që ti frekuenton të jetën e natës, që merresh me pjesën e marketingut, atë ndikon që të njohësh një vajzë dhe mos të shohi me këtë paragjykimin që është një djalë që frekuenton shumë jetën e natës. Po, unë mendoj që njerëzit që e kanë kalitur atë karakterin në një formë të caktuar, për shembull, faktin që je serioz ose nuk e karagjos, nuk e i zënë ose kështu, mban ata anën tënde, besoj që nuk është se është problem tek vajzat. Pavarësisht çfarë ti mund të bësh çfarë lloj profesioni në jetë, ti për shembull mund të mbarosh një operacion në orën 2 të natës, por që s'ke çfarë bën. Është profesioni jot. Ti nuk do të vrasësh edhe burrin kur të shkosh në do të marri natë burri, apo për fat të mirë, unë jam kirurg dhe profesioni im më lejon që të bëj edhe jetën time personale dhe atë profesionale. Unë nuk kaloj orë të vona të natës në punë, prandaj të pyet aty. Jo, varet nga punë të ndryshme, po besoj që puna nuk besoj që ndërhyn te ky fakt. Varet si je ti si njeri. Nëse ti je pa siguritë e personit përballë, normal që të bëhet problem, po nëse nuk jep. Në momentin që Salioni do i vinte momenti dhe do ndjej gati të fokusojë në diçka tjetër, çfarë do vlerësonte më shumë tek një partner apo tek një vajzë që është duke e njohur? Me thënë drejtën të jetë vetvetja dhe e sinqert, kaq të ishte edhe drejt për drejt si njeri. Më pëlqen njerëzit e drejt për drejt, ftes, marroj fare. Po nëse ajo është aq e drejt për drejt, sa që të thotë që unë nuk dua të bësh më punën që ti po bën. Nëse është Tash të kërkosh të ndryshosh diçka, ja? Unë e gjithmonë me i parim në jetë. Personi që më vendos në pozita të vështira, për shembull, mua këtë është personi që heq nga jeta. Po çfarë ndodh nëse ti je dashuruar marrëzisht mbas këtij personi? Nëse unë jam i dashuruar marrëzisht, ajo e thot me ku diun, me mirësjellje si gjë, jo kështu mua këtë, se ultimatumet janë. Po çfarë bën Salionin të humbi interes për shembull? Nëse sinqeriteti dhe vetvetja janë ato që ti vlerëson, çfarë është ta humbësh atë vlerësimin edhe pëlqimin që ti ke mbasi e ke krijuar? Ku diun të
jo të tradhtojmë, po të zhgënjejmë, të marr gjëra që vërtet si pres, domethënë, vërtet. Po. Edhe ku e lam ata që se përfundova dot me ju. Të pret çfarë do bëje ti? Nëse ajo ta kërkon me mirësjellje, dashuri, edhe ti e dashuruar marrëzisht me nëse vërtet ajo s'do ishte dakord, e kisha gjetë një opsion tjetër. Çfarë do bën te Salioni nëse ajo të thotë që me çfarë profesioni tjetër mund ta gjesh veten ti, nëse ajo të thotë që unë nuk dua që ti të merresh më me jetën. Po unë kam mbaruar edhe i master për marketing, kështu që do kaloj jetën normale dhe të thjesht punë zyre. Imagjinoni do Salioni me dosje në dorë, duke thënë që për dashuri njeriu ç'os bën. Wow, a është Salioni romantik? Jam me raste, po jam. Duket që është përderisa mund të ndryshojë dhe profesionin e tij është romantik. Kënaqje fakt. Jam përpiqem të jem. Jam njëri gentil me gjinien femërore, shumë. E po duke parë që nuk pas kemi një partnere momentalisht, atë shkruajnë shumë goca në Instagram. Tash do të aplikimet janë të hapura. Ato pëlqejnë për vajzat të shkruajnë të parë në Instagram. Më intrigojnë fare vajzat që si njohin. E more përgjigje. Fare. Duhet ta njoh se s'bën. Gocat që i shkruajnë në Instagram. Që nuk i njoh dhe më shkruajnë. Nuk ku diun. Ha, nuk të ka ndodhur ndonjëherë të krijosh një marrëdhënie nga një raport i nisur nga Instagram, nga rrjetet sociale? Jo, asnjëherë. Do e kem parë se s'bën diku. A do ta hapim një request tënde? Jo. Nuk e nxjerrim emrin. Jo, po s'është ka, nuk e kam aty, po. Po mirë, na trego atëherë të paktën mesazhin më të çuditshëm që ke marrë ndonjëherë. Kurioze jam në fakt çfarë shkruajnë vajzat djemve. Po. Hajde një na tregoj një mesazh. Kam dëgjuar shumë që shkruajnë. Jetën gjë që bëjmë çunat, për shembull, mund të bëj një kompliment. Mund të bëj një kompliment. O ylli sa i bukur që je. Jo, po pse? Pas janë gjithë çunat kështu, a kupton? Jo, e di që është e vërtetë. Ka dhe dim që bën nisë të tjera. Po pse kot bën si princesha? Kam shkruar një herë, meqense ti nuk i merr për bazë mesazhet që të vinë në request, pra nuk do të nisësh një raport qoftë edhe shoqëror nga rrjetet sociale. Atë ka ardhur një mesazh që thotë sa më një madh që qeket ka shkruar një 5 herë sa më. Aty sikur intrigohesh pastaj. Po, e thash dhe çfarë që ju duket ndonjë njerëz kështu, po s'jam ashtu, me thënë drejtën. Bin çavo burrë. Po mirë, ti asaj gocës që nuk i kthen përgjigje 5 herë rresht, po ashtu. Sukses, nuk i kthej jo. Po nëse se në njohën. Mirë, mua duket logjike kjo. Jo, mua duket shumë logjike, jam shumë dakord. Kam dëshirë ta njohë personin, ta shikoj pak në psikologjinë e Salionit. Do ta shikoj dhe ta studioj ç'a bën. I cili nuk po më zgënjen, ë? Nuk po më zgënjen. E kalova testin e parë. A je nga ata djem që dashuron shpejt apo do kohë që të bindesh? Do kohë që të bindem. Po, e kuptuam nga përgjigjet që do kohë. Kur kam qenë 21-20 për shembull, kam pas raste që jam dashuruar kështu me shikim parë, kështu si çmend fare. Patjetër, është ai naiviteti që ka brenda. Edhe po ta mendosh shumë e bukur ajo gjëja, naive. Vërtet nuk dashuron me njerëzit më të lumtur, tani kanë dashur gjëra. Beson ti vërtet e dashuria me shikim të parë? Në këtë pikë që jam, e ka ngel shpresë shumë e vogël, përqindje e vogël fare kështu, po ka ngel, se kam thënë jo kështu të prerë. Salioni më shumë për një lidhje në moshën që ti je, meqense ti e përmend edhe moshën. Në këtë fazë të jetës ti je më shumë për një lidhje serioze apo për një gjë kalimtare? Një lidhje serioze, nëse do vijë gjëra kalimtare, mendoj që humbin energjinë kot. Mendoj, edhe jo vetëm mendoj, po ma kanë humbur energjinë kot një herë, një kohë, domethënë. Kohë më përpara, ka qenë Salioni nga ato djem të cilët ishte më shumë për këto lidhjet e shpejta. Po, si njëri i papjekur që kam qenë atëherë, po. Po është me moshë. Si një i pjekur që po mirë, të paktën na ke ngelur mik me ndonjë nga ish të dashurat ose ish situationships të tua. A jeti europian ja ngelën test, thua jo se ngelën test. Ka vetëm një person që po është gjë mirë të ngelesh, ne duhet ta promovojmë pak këtë pjesë dhe besoj që ai e ka bërë. Respektful me njëri tjetrin, po vetëm një person, nuk mund ta bësh me çdo kënd, është patjetër. Na ilumino pak ne të tjerët që nuk e besojmë këtë pjesën. Si ngelesh mik ti me një ish partnere? Ngel sepse e nis marrëdhënien shumë, e nis si miq, po në mënyrë mature fillon rritet edhe kalon në një gjë tjetër. Edhe do të mbyllin kur ta bësh, e bën jeni të dy në të njëjtin opinion edhe e mbyll prapë në të njëjtën formë. Po partneres tënde të ardhshme si e prezantonte? Kjo është shoqja ime dhe ishi im? Mendoj që në një të ardhme kur të kem një partner, edhe ajo vajza, të dyja vajzat do donin që do t'i ulësh kafe bashkë. Jo, s'ndo. Po më përmeqen se ne të kemi akoma single. Duket nga shumë përgjigje që nuk është toksik. Nuk kam aqërëndën mos. Gjithsesi unë nuk besoj në shoqëri që ngelen mbasi mbyllet një raport.
Nuk ka dikush që të më bindi për këtë gjë. Varet si e ke krijuar ti marrëdhënien që në fillim, ka të bëj shumë fare, domethënë. Edhe varet si janë mbyll pastaj. Tash kur dëgjoj Salionin që flet me kaq qetësi. Them po ku pas kemi gabuar ne të tjerë? Ti ke boca gabime dhe ti ke boca gabime. Unika. Ashtu u çotani. Edhe fati jot i keq që i dim dhe ne të tjerë, dakon. Po pra ne po kështu si njërsi se si dim ne këto. Bullallëqe të tua. Jo, më besoni që di unë bollë. Por e mbajmë qetë. Po tregojnë të mirë na pa. Patjetër që do t'rregojmë me mirë sepse kam respekt për njerëzit në përgjithësi. Me qenë që mund do dhe më t'regohesh dhe jina mirë. Salion, me që ti që nga kaq mendje hapur, tradhtina do ta falje? Asnjëherë, jo. Kurr. Po ti a ke tradhtuar? Jo, asnjëherë. Gënje. Po nuk e di pse ja të bind me një argument se s'kam tradhtuar. Nuk kam tradhtuar se gjithmonë personin që kam pas e kam dashuruar, edhe s'kam pas arsye pse ta tradhtoj. Me Salionin funksionon, ka njeriu dashuron më shumë se një herë në jetë. Po dashuron. Po sigurisht dashuron. Fal, a mund të më thuash ku jetojnë djemt si ty, në cilën Po ka, a ke shok? Pyes për Gjorgje. Po pse në këtë rast çka ka që nuk Po, shkon me shoqëria me thënë drejtën shumica kështu. Jo, po them ku jetojnë këta djemt që ta dim edhe ne të shkojmë të shpërngulemi edhe ne aty. Po, me thënë drejtën kam shoqëria ime që janë si puna ime, shumë plot. Pafund, a kupton. Janë çuna Flori, kur të bëhemi në herë anë nga ju po të them, a kupton. Ju ftoj. Fola me Jo, gocat. megjithëse kam ftesën për këtë fundjavë, a ka ndonjë gjë që ja vlen? I ke ata shokët me. Po do jenë edhe ata. E mbyllim se te kaluam pak më shumë se Ne të pruam tash me A është Salioni xheloz? Jam deri diku, po jam. Jam jo kështu xhelozi pa shkak, xhelozi idiote, kështu po kam dëshirë, kupton që të jemi informuar për çfarë bën partneri. Salion, në qoftë se një ish po të dëgjonte tani, a ke ndonjë gjë që ti do t'i thoje? Po me thënë drejtën, jo, s'kam nej breng kështu. Po jo, se I ke thënë të gjitha. Njërën e kam mikesh, ja thot, po patin i merak, ja thot shumë në përditshmëri. Po një marrëdhënie që do doje që të kishte vazhduar, po gjërat nuk. Ashtu kam plot. Si plot mo? Kam ja dy në mendje kështu, që mund Me respekt. Dy në mendje, një në zemër. tu në për organeve dhe doktoresha sa që ka lo doktoresha. Kanë vesh këtu mrapa ca të më. Njërë në pandesita Mua ishim më vjen fare. shumë keq që i erdhi fundi. Kam frikë që ne duhet aftojmë dhe njërë tjetër Salionin. Po, çfarë dhe herë tjetër, me thënë drejtë. Kisha ardhur, do vish dhe herë tjetër. Partua, kupton. Do vish po herën tjetër e ditë të do vish na tregosh gjithë prapa skenat se ç'a ndodh nëpër këto jetët e Po, natës. edhe bukur që do jesh dhe ti me gota aty. Po ja vetëm pra paskena tonë mos i nxjerr. Po se ja tregoj. Ma bot respektin tregu të them asum. Ai vetëm për ne, doktoreshën dhe juristën. Ja, me dokumente. Nikol, si thotë Nikol, jemi dakord. Patjetër, gjithmonë. Shumë faleminderit Salion, ishte vërtet shumë kënaqësi. Shumë pozitive për Shumë ju. kënaqësi, faleminderit. Bëni dhe Unë të batuta, më uroj pëlqeni. shumë suksese në vazhdim Edhe dhe unë të juve. të shoh lart e më lart. Po, tani do ju shoh më shpesh. Për zotin, Ashtu edhe do duhet. postoj një. Tani vjen vera. Wow, Tani vjen vera. Wow. Ne vajza na erdhi fundi gjithashtu. E Entja jon mbaroi. Entja gocave përfundoi. Entja gocave përfundoi, por do vi tjetra shumë shpejt, patjetër me të ftuar të tjerë shumë interesant, të reja thashë theme patjetër. Kështu që më duhet ju përshëndes edhe juve dhe ju shikues që po na ndiqni dhe ju dëgjues që po na dëgjoni. Shihemi te Entën tjetër. Ju po. Edhe ata që na ndjejnë veç me energji. Ashtu. Faleminderit që qëndruat me ne, ishte një inte shumë e bukur. Shumë dashuri për të gjithë ju. Dashuri për ju.